Dje në ora 14:55 minuta në magjistralen Tetov-Gostivar, në afërsi të mbikalimit të debreshit të Gostivarit, zyrtar policor nga Departamenti i Policisë për Siguri në Komunikacion Rrugor Gostivar, gjatë kontrollit me radar, kanë konstatuar se KR, 32 vjeç nga Kosova, ka qenë duke vozitur veturën e pasagjerëve Audi me targa kombëtare të Kosovës me shpejtësi 162 km/h në një vend ku shpejtësia e lejuar është 80 km/h. Në orën 15, personi SS, 55 vjeçar nga fshati Pregllav, komuna e Plasnicës, me veturën e pasagjerëve Audi me targa kombëtare italiane, ka drejtuar me shpejtësi 156 km/h në vend ku shpejtësia e lejuar është 80 km/h. Në orën 16:40 DK, 34 vjeç nga Tetova, ka drejtuar automjetin e udhëtarëve Volkswagen Golf me targa të Tetovës me shpejtësi 167 km/h në vend ku shpejtësia maksimale e lejuar është 80 km/h. Në orën 17:45 DZ, 29 vjeç nga Shkupi, me automjetin e pasagjerëve Gili me targa të Shkupit, ka qenë duke lëvizur me shpejtësi 161 km/h në vend ku shpejtësia e lejuar është 80 km/h. Ata janë privuar nga liria dhe janë ndaluar në komisariat dhe pas dokumentimit të plotë të rasteve ndaj tyre do të ngrihet akuza nga neni 297 i kodit penal. Drejtimi i mjetit në mënyrë të pakujdesshme. Dje në ora 16:45 zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në komunikacion rrugor Tetov kanë privuar nga liria personin KV, 31 vjeç nga Tetova. Gjatë kontrollit të kryer në komunikacion në rrugën Iliria në Tetov, kanë ndaluar veturën e pasagjerëve Volkswagen Golf me targa të Tetovës e drejtuar nga KV dhe pas masave të marra është konstatuar se i njëjti ishte nën efektin e alkoolit, përkatësisht i është matur alkooli në gjak 2.16 promil. Ai është larguar nga qarkullimi dhe është ndaluar në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të ngrihet akuza nga neni 297 i kodit penal. Drejtim i mjetit në mënyrë të pakujdesshme.